Banorët e Big Brother VIP u surprizuan nga hyrja e papritur e Egli Takos, e cila u rikthye në shtëpi, pasi u largua për të ruajtur shëndetin e saj. Ajo që ra më shumë në sy ishte ngurimi i saj për të takuar Gjestin, me të cilin kishte lënë një raport të papërfunduar. Pas ka ndryshu çdo sen, u shpreh i habitur Gjesti, duke mos fshehur surprizën e tij. Pas daljes nga shtëpia, Egli pa momente ku Gjesti i shpreh të ndjenjat, por edhe skena ku tensionet mes tyre ishin të dukshme. Ky rikthim e gjen atë më të informuar dhe të vetëdijshme për situatën jashtë. Me këtë avantazh, Egli duket e përgatitur për lojën, njësoj si një ushtare profesioniste që kthehet në betejë me strategji dhe të gjitha informacionet e nevojshme. Mirë po, një situatë e tillë mund të jetë një armë me dy presa. Informacionet që ajo ka marrë mund të ndihmojnë të pozicionohet më mirë në lojë, por gjithashtu mund të kthehen kundër saj. Historia e Big Brother VIP ka treguar se shumë banorë që janë rikthyer me strategji të forta kanë dalë më keq se më parë. Vëmendje të madhe mori edhe mënyra se si Egli u rikthye, jo vetëm me ndihmën e produksionit, i cili e pajisi me video të përzgjedhura, por edhe me mbështetjen e opinionistëve që duket se i kanë dhënë këshilla të qarta mbi strategjinë që duhet të ndjek. Megjithatë, mbetet për tu parë nëse ajo do të dijë ta luajë si duhet këtë lojë apo jo. Nëse Egli zgjedh të përballet direkt me Gjestin dhe ta sulmojë atë, kjo mund të rezultojë fatale për lojën e saj. Gjesti gëzon një fanbase të madh, dhe nëse ai do të shfaqet si viktimë e kësaj situate, mund të dalë edhe më i fortë, duke i shtuar shanse për të fituar këtë edicion të Big Brother VIP. Për momentin, gjithçka është në duart e Eglit dhe do të na mbetet të shohim se si do të zhvillohet loja e saj në ditët në vijim. A do ta shfrytëzojë avantazhin e saj apo do të bëjë një hap të gabuar? Këtë do ta tregojë koha. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!